Ndërkohë që ajo kështë thonë prindërve të cilët nuk dalin pozitën e prindrit me fëmijë me aftësi. Do të doja shumë çka më ju thonë, mirë po vetëm i moderuar të jesh. Jo, këtë çka mendon. E kuptoj, do të doja vetëm një herë të empatizonjën me këtë raste, veç të dinë si është gjendja e prindit që e ka fëmijën me nevojë. Veç ato ta mendojnë. Nëse veç ato e mendojnë, kur nuk kishin me qenë pengesë e këtij procesi. Veç ta empatizoj një herë situatën, sepse as fëmiu nuk e ka zgjedhur këtë çështje, as prindi nuk është fajtori për këtë situatë. Po besoj kë ndryshim ka fillu për të mirë, se ti e vedinton më shumë nga bashkëpunimi me mësimdhënës. Ka nisë ndoshta prind pak me përqafu më shumë si fenomen i zakonshëm. Sigurisht, po të njëjtën dhe unë do të referoja ose rekomendoja prindërit që të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë sa më shumë me mësimdhënësit dhe kërkoj dhe lutem që mos të jenë pengesë në ofrimin e një mësimdhënie adekuate ose individuale. Pra, mos të hezitojnë të vlerësojnë fëmijët dhe të besojnë ato ekipe komunale për vlerësim, sepse kjo është pengesa më e madhe e mësimdhënësve, dhe të mos pengojnë në planin individual, sepse është më e mira për fëmijën. Ajo pastaj do të vrehet pas një kohe të caktuar që me të vërtetë pengesat ose vështirësitë ose mos pranimi për një mësimdhënie adekuate fakturohet ose problemet më të mëdha pastaj shkojnë tek fëmia. Pra vënohet një proces që nuk i çdosh të vënohet. Prandaj kërkoj që prindërit sa më shumë të komunikojnë me mësimdhënët, sa më shumë të bashkëpunojnë dhe të ofrojnë më të mirën për fëmijën.